Koalicioni i Vlen garanton ish ushtarët e UÇK-s se nuk do të arrestohen mbi bazën e fletaresteve të Serbisë në rast të pjesëmarrjes së tyre në protestën e së shtunës në Shkup, në mbështetje të krerëve të UÇK-s që gjykohen në Hag. Ashtu si edhe në të kaluarën, kur qeveria jon nuk ka lejuar që të nëpërkëmben ish ushtarët e UÇK-s, ne mbetemi të përkushtuar në këtë, gjithsesi duke shpresuar se organizatorët e kësaj proteste, partia e dëshpëruar opozitare, BDI dhe lideri i saj i mërzitur nga humbja, të mos e shfrytëzojnë emocionin e popullit për lavdin e UÇK-s për ta kthyer këtë protestë në incident që ata e dëshirojnë si mundësi e fundit për të shpresuar kthim në pushtet. Ministria e Punëve të Brendshme do të marrë të gjitha masat që kjo protestë të kalojë në mënyrë të qetë, njoftojnë nga Vlen. Shqetësimet për arrestimet të mundshme të ish ushtarëve të UÇK-s mbi bazën e fletaresteve të Serbisë janë adresuar pas rastit të fundit me Blerim Ramadanin në korrik të vitit 2024. Ramadani aso kohë ishte arrestuar në ndyshimet e Serbisë se në cilësinë e ish ushtarit të UÇK-s ka kryer krime lufte në rajonin e Nerodimes në vitin 1999. Ai menjëherë u dërgua në paraburgim ekstradues, ndërsa pas 2 javësh, respektivisht më 1 gusht, gjykata i zëvendësoi masën e paraburgimit me arrest shtëpie në një adresë në Shkup. Vendimin prokuroria e ankimoi, ndërsa Këshilli Penal e pranoi ankesën dhe e riktheu masën e paraburgimit për Ramadanin. Por në po të njëjtën datë, Ramadani ishte arratisur. Raste të tilla kishin ndodhur edhe më herët, kur mbi bazën e fletaresteve të Serbisë ishin arrestuar Gafur Dugolli dhe Tomor Morina, por më pas me vendim të gjykatës ishin liruar. Për shkak të rastit të Ramadanit, Izet Mexhiti, derisa mbante pozitën e zëvendës kryeministrit të parë, kishte garantuar se është arritur marrëveshje politike në qeveri që të mos ndalohen në përkufit e Maqedonisë së Veriut ish ushtarët e UÇK-s lidhur me çështjet që i ngre Serbia. Protestën e organizuar nga Shoqata e Veteranëve të UÇK-s së Kosovës me mbështetje të BDI-s nuk e mbështet koalicioni Vlen. Sipas Vlenit, BDI po keq përdor protestën dhe kujtohet për UÇK-n vetëm tani kur është në opozit, ndërsa në qeveri, siç thon, miratonin ligje për branitellët.